Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, duke sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Pas shumë hamendësimeve për Eglin, për ndjesinë shpirtërore të saj, për emocionet e saj, Egli Tako, më falni, ka reaguar në Instagramin e saj. Nuk është shfaqur me gjestin, Egli është vetë në makinë, por duket shumë e lumtur dhe shumë e gëzuar. Le të themi që është një imitim i ditës së djeshme të gjestit. Po njësoj siç ka bërë gjesti fotografinë në makinë, në Lamborghini, ashtu e ka bërë fotografinë edhe Egli. Tepër tërheqëse, shumë e dashur edhe shumë e lumtur. Egli duket që është në ditët e saj më të bukura dhe po rrezaton në fytyrë me lumturi. Po të mos ishte Egli në ditët e bukura, nuk do kishte këtë pamje që e shikoni. Ajo ka përzgjedhur që të vishet me të bardhë, me një veshje shumë interesante. Sigurisht është bërë gati për të ikur në ndonjë intervistë që së shpejti edhe mund ta shohim në televizionin Top Channel daljen e saj të parë, por për herë të parë, pas disa ditësh, Egli ka reaguar në Instagram duke nxjerrur këtë fotografinë. Ajo tregon që është në gjendjen e saj më të mirë, është në ditët e saj më të lumtura. Pranë në Tiranë ka gjysmën e zemrës së saj, gjestin, po e shijojnë të dy dashurinë, po kënaqen të dy, edhe pse po fliten lart e poshtë që ato të dy nuk janë bashkë, por fytyrat e tyre tregojnë që ato janë bashkë. Sot edhe dje çifti ka përzgjedhur të na vinë në këtë formë, që të nxjerrin vetëm fotografi të vetat në storyt e tyre, që ndoshta së shpejti mund të na vijë edhe fotografia e shumë pritur, ku gjesti dhe Egli janë të përqafuar mes njëri tjetrit. Egli është shumë e gëzuar, është shumë e lumtur, duket që po udhton diku, me patjetër që shkon në godinën e Top Channel për të filluar edhe xhirimet e ndonjë emisionit apo ndonjë intervistës ku Egli është e ftuar normalisht, dhe për të na treguar se si ka shijuar këto ditë, çfarë ka marrë nga dashuria e publikut dhe si e ka pritur këtë mbështetje kaq të madhe që në fakt shqiptarët i kanë dhënë Eglit. Egli u befasua që në surprizën ku vllau i madh i kishte përgatitur nga figurat më të bukura të ekranit edhe të showbizit shqiptar, që nga Agnesa Vuthaj, Sara Gjordeni e shumë të tjera, për dashurinë dhe ëmbëlsinë që Egli ka treguar dhe po shfaq. Egli është shumë e bukur dhe shumë e lumtur, do kisha dashur t'ju lë në këtë fotografi të bukur që Egli ka ndarë në median sociale.